Tani erdi dita, zotit Lela, që Edi Rama të shëngon duart me Donald Trumpin. Nuk la gjë pa bërë dhe dorëzuar dhe arriti t'ju marrë edhe Trumpin. Nuk la gjë pa bërë, me thënë drejtën, por tani jemi në kushtet që ai e mori. Ditë e zezë shumë duket për ju. Për të përdor një terminologji të vetë Ramës, Trumpin se ka marrë, Nocrokun ka marrë, për të përdor terminologjinë e Ramës, sepse se i ke... Por e ti e ke për detyrë të thuash të gjithë të flasësh për ndocin në të gjithë pjesën e emisionit tim. Po përdor një terminologji të vetë Ramës. Edhe për Rokun, dhe për ndocin, po problemi është që ai ja u ka marrë dha. Dhe duket si një ditë e zezë e cila shpresat i kishe të gjitha të Trumpit dhe Amerika. Se dhe shpresat nuk kishte një arsye të madhe të mona, me kaq sa kuptoj unë, që të vendoseshin mbi Trumpin dhe mbi Amerikën. Si e mendon tani ti këtë? Tani, a ka ndryshuar ndonjë gjë në qasin administratës amerikane, sidomos Trumpit, Vance'it dhe Rubios për luftën kundër karteleve të drogës? E ke pyetje? S'ka ndryshuar. E ke pyetje? Po e bëjë retorike dhe po i përgjigjen vetë. Po s'kur t'jap një përgjigje të vogël unë. Jo, nuk ka ndryshuar. Po sikur them që ka ndryshuar. Një. Vjen vajzë e Trumpit. E dyta. Bashkë me biznesmen shqipë vrapojnë, marrin ishullin, marrin dhe tokën në Bregdetit të gjitha, marrin e pret Trumpi Edi Ramën, që përtisin njerëzit tuaj, nuk mund të pret. Po. Biznes në këtë vend është bërë pa fund, po edhe burg dhe arrestime është bërë pa fund. Ja ku i ke, erdhen këta më përpara i takoj puthi, këta bile ajo nuk do t'i shkojnë në kryeministri, thoshin gazetar tuaj. Bile në një vend tjetër, thoshin në gjera akoma më smeshme, që Trump nuk mund të rinë në të njëjtën zyrë, në të njëjtën sallë me Ramën. A mund të ato dhim s'pak Rama sot? Edhe për retorike kam dhe këte. Pra është një zotëri, kryeministri këtij vendi, politikan, kryetari i Partisë Socialiste, që tha para 13-14 vitesh, Trump është turpi i qytetërimit. Një. Dhe thakt. E ka thënë. E tjetra, doli dhe me Alijevin dhe me dikët tjetër dhe me Macronin, bëri atë shakan që bëri. Tani, ky zotëri që i bën këto, dhe sepse ju e pa që ishte në pozita servilose. Ke shumë drejt. Se nuk ishte i barabartë. Konkluzioni. A ishte i barabartë mes barabartë, apo jo? Konkluzioni ishte ndryshe. Edhe këto... A i e pret, pas gjithë tyre. Edhe ngjyrat, ti shikon vetëm këtë të zezën, po unë më le të shoh dhe pak ngjyra. Edhe këto ngjyrat, edhe për argëtim, ti shikojmë. Tani, a ishte pak në pozita, a ishte i barabartë mes barabartë, apo ishte në rolin e dikuj që po i servilose, po i rinde nga, po me zi po priste t'i kapte dorën, po të gjithë po sidomos, të gjithë po me mizën në kësull, vetëm ky e kishte. Apo, ta pranojmë këta. Aty mizën në kësull, pjesa dërmose ishin diktatorë. Hyrjen e fjalimit. Më falë, pjesa dërmose ishin diktatorë. Po, edhe ky gjysë. Dhe mizat, ata jo kishin mizën, po kishin gjarprin në ata se kanë fare. Kësull. Ata se kanë fare se një pjesë e mirë s'duan t'jenë në BE, janë në margjinat e kontinentit. Pyetja është, aja u ka marrë Trumpin ky njeri o zotria jo? Jo, më s'ka marrë, ky s'ka marrë... Se thatë që do të arrestohet dhe ikën e marrin. O, Ylli, ti e ke ndjekë... Ju dilni çdo të enë aty dhe i vishni robat e Maduros këtia. Ku e kini jo? Tani, çdo të hënë, unë a mund ta ripërkufizoj atë që kryetari i Partisë Demokratike ka thënë, që ne nuk presim asgjë, as nga... Ja ku e ke, shikoj. I kini ju dilni këtu çdo të enë, vishni robat e Maduros... Simbolik është ajo tani? Po simbolik është gjithë shka, po simbolik është edhe kjo, mo. Ti e ke emisionin me titujt e tu janë gjithë simbolika. Dhe na shorton ne. Simbolike. Simbolik është ajo. Ti ke tituj gjithë simbolika, na thua ne pse bëni simbolika, po në letërsi, në gazetari, në komunikim. Po sepse gazetari dhe ti dhe i shkatët je për dërë nga situata. Unë do të thres vazhdimisht. Jam duke të në të vërtetën. Këshu është. Të vërtetën se cili menon që ka monopol. Simbolik. Problemi që ne po diskutojmë këtu nuk është ky. Pra, për shembull, unë ndaj një pjesë të madhe të kritikës dhe akuzave që i bën Ramës. Shumë e drejtë. Problemi është kur këtyre kritikave dhe këtyre akuzave i shtohet dhe një gjë tjetër që Ramës ja ka hequr vizën Trumpi. Për shembull, këtu erdhi Laci Vita ju bët fushat që ne nuk mund të lejojmë Birbon e Sorosit të drejtoj një vend aleatin ton, apo jo?
Ky që refreni i fushatës i thënë me dorën, me gojën e Lasividë. Tani, një shqiptar, kur ka dëgjuar këtë premtim fushate, pra që ne trampistët duhet shërënjosim atë sorosistin e Shqipërisë dhe shojnë sorosistin për kratë Trumpit, kjo krijon një mosbesim. Nëse bijem dakord në disa gjëra, mund bijem dakord në një gjë tjetër dhe besoj se bijem. Hyrjen e fjalimit të Trump e pat, i vetmi personazh që i përmendi vetëm emrin, apo jo, ishte Edi Rama. Të gjithë të tjerët kishte komplimente, lëvdata, fjalë të mira, shaka. I vetmi në 60 vjet që ishin aty, 40 sa ishin, se se di numrin. Kundër argument. I vetmi që tha, vetëm emrin tha, Edi Rama, Prime Minister of Albania. Dhe çfarë tha? Kaç. Përveç kaq? Kaç, sa gjithë. Dhe përgëzime tha. Jo, absolutisht jo. Tha vetëm që ju falenderoj gjithë që keni arktu. Jo, tha Edi Rama. Falenderoj. Në fjalim jo, po e kam lejo kundër përgjigjen. Ti ke ndenjur në Amerikë një minutë. Po e kam Po kjo nuk do të thotë që ti... E kam këtu, Ylli, Jo, ajo është e vërtet. Prandaj ta thash, atë Vjosa Osmanin dhe Ramën krahasoi, janë ata... Balans me të gjithë. Vjosa bën një punë shumë mirë. O zoti Lela, a mund të të pyes... Nuk tregon që i dha dorën dhe i është... Ja, ta vazhdoj... Ti po vazhdon me Ramën, vazhdo. Se e di ku e kam mallin unë. Për shembull, të ne po themi që është fryu Rama o zotëri. Një moment të marrim këtë që Trumpi për ato që ka thënë Rama, për faktin se drejton kartelet e gjitha, nuk e do. Një njeri që unë e dua politikisht, por me sa duket administrata Trump nuk e do, Albin Kurti, që është njeriu më i fuqishëm i Kosovës, mund të ishte në tavolinë. Ata zgjodhen të çojnë Vjosa Osmanin. Po të donin Shqipërinë dhe të kishin Ramën me kryq, do të çonin Bajram Begën, që ka të njëjtën fuqi sa Vjosa Osmani. Por Ramaz Nuk të shkon mendja që është lobuar dhe punuar shumë që të fshihet Bajrami. Po për këtë të kemi thirrur ne ty që na thuash, a është lobuar? Fut dhe lobimin. Unë të kam thirrur ty të një përgjigje kësaj pyetje. Nuk është lobuar. Po mirë më vazhdoje. Po s'ta pranon logjikën. Duhet të ketë një koherencë debati. Po këtë më po i them dhe unë. Vazhdo pra. Do me thënë, pa tjetër që mund t'jetë bërë dhe me lobim. Unë besoj që mund t'jetë bërë dhe me lobim. Por, futi dhe lobimin brënda, tregon që Trumpi dhe njerëzit e Trumpit nuk ja kanë hequr vizën Ramës si që është thënë këtu. Pra është një gjë që u çaka dhe me lobim. Mund të rikuperoj dhe me lobim. Kjo, po them unë, që si narrativ ka rënë. Dhe për mua atje duhet ishte Albin Kurti. Jo, sepse ata për kritikat që i kanë bërë thonë, ne Kosovën e duam, po duam që Kosova tjetë nga kjo zonja. Në Shqipëri nuk kanë përdorë këtë standard. Thonë, më mirë, ky na ka sharë që po le tjetë. Pra nuk kemi një heqje vize të Ramës nga administrata Trump. Kjo është ajo që më duket mua më realja. Të them një provë tjetër. Pa rregullsinë këtu. Ja një sekondë përgjigju ti. Atë që ta Bushati plus. Edi Rama jam okej me ty në çdo pikpamje që ka përdorur të gjitha mjetet për të gjetur një mënyrë afrimi me këtë administratë dhe me Trumpin. Dhe për hallet e veta. Dhe ka një vit që mundohet shumë. Po këtë po të them pra. Dakor. S'ka pse ta përsëritësh. Tani unë dua përgjigje të kësaj tjetrës. Jo kësaj që them unë. Lëvizja e tij kryesore ishte dorëzimi i Sazanit dhe i Zvërnecit te familja Trump. I mori dhe i hodhi aty. Opozita në vend që ta denonconte këtë si korrupsion në çdo vend të botës, Lela, më shiko drejt. Do kishte lënë gjë pa bërë opozita, nëse do ishte një opozitë e vërtet, me këtë marrje të kësaj, të këtyre pronave dhe dorëzim te Trumpi. Opozita doli kryetari i opozitës. Çfarë thave? Edhe unë kam dashur t'ja Berlusconi tha, po, vëras mundja, Rakovi. Ta ja përgjigjen unë? Përgjigjen, ma përgjigj. Tani. Pse s'that një çerek fjale për këtë gjë, po për kundrazi, u gëzuat më shumë se Rama për dhenjen e Sazanit dhe Zvërnecit. Ja ta jap përgjigjen. Në një vend ku s'ka si investim të huaj, ku të gjitha, po, pra, unë të lash, s'ka si investim të huaj.